ka që nuk e kisha imagjinuar, që sapo të mbyllim të fillojmë përgatitjet e 2020 aty jemi jo. Botërore. Mundohet tjetër. Themeluesen Albania Skills dhe më në fund erdhi momenti që ne ta marrim anë me disa pyetje. Cilat janë pritshmëritë tuaja për edicionin e 10 Albania Skills? Faleminderit Fadil. Unë jam bashkëthemeluese. Kemi qenë shumë që e kemi themeluar, edhe se në vite disa largohen, disa vinë të rinj. Unë mbetem sepse unë gjej energji të bukur dhe gjej gjithmonë bashkëtar. Ky është sekreti. Pritshmëritë e mia për 2025-ën, në fakt më bukur se ka që unë nuk e kisha imagjinuar. Interes shumë i lartë, e kam përmendur 345 aplikime. Kjo është dëshirë e mirë dhe e madhe që kanë të rinj për këto aktivitete, vërtet dhe standardet e detyrave të tyre të jenë të larta, që këtë besoj juria duhet ja konfirmoj. E kemi konfirmuar dhe nga juria. Dhe pritshmëritë e mia janë që sapo të mbyllim të fillojmë përgatitjet e 2026. Jam rrethuar me kampion të vendeve të para, të dyta, e me vullnetar shumë të mirë, e konkurrent shumë të mirë. Cili është motivi i punës falodër që ju bërë? Jeni ju edhe janë bashkëushtarët e mi. Sa po mbyllet një edicion, jam e lodhur dhe them, viti tjetër nuk besoj, është shumë lodhje. Kush të ngacmon tamam nga këta që ti ke dhe punon bashkë dhe thot, hey, po si kur bëjmë këtë për vitin tjetër? Kjo pyetje besoj si të intereson të gjithë konkurrentët. Kur mendohet të jetë momenti që ne mund të konkurrojmë në konkurset ndërkombëtare përveç Albania Skills? Kjo është pyetje shumë e bukur, është pyetje që më është bërë për 10 vite, sepse ideja kur ne kemi nisur në 2015 kjo ka qenë. Që neve të kishim mundësi të rinjt shqiptar përmes kësaj platforme, konkurset kombëtare t'i çonim në ato botërore, që të bindim mbase institucionet që të na lejojnë ta përfaqësojmë Shqipërinë, që unë shpresoj që do jetë, kjo do ndodhi, mbase mund ndodhi shpejt, mbase mund ndodhi vitin tjetër, por ne do vazhdojmë. Kjo s'na ka penguar, në fakt, luftojmë në Euroskills prap e të tjera formate ndërkombëtare. Të bëhet e mundur që të konkurrojmë, po mendoj që jemi super të aftë për të qenë pjesë të konkurimeve. Po janë ne të gjithë, ne duhet të bëhemi shtys. Pra, mos bëj unë një letër, po të bëjmë të gjithë një të bukur, bindëse për këtë lloj platforme. Shumë faleminderit dhe një fjalë e fundit se çfarë këshilla jep të gjithë vullnetarëve, të rinjve, konkurrentëve. Mos lini aktivitet pa marrë pjesë, piquni me mishe me shpirt, siç ju e po e bëni këtu dhe që unë ju falenderoj nga zemra përullësisht. E unë duaj dhe një falenderim, se në fakt Lajtiza dhe Pop Cafe erët absolutisht shumë bujar, duke filluar që nga Skillal, Albanian Chefs and Cooks, Emar Design, Jume, Unicorp, Division 5, Lito. Faleminderit gjithë partnerëve të ta. Faleminderit shumë edhe